Mirë, le të fillojmë. Do të jemi në mësimin e 4 të si të studiojmë Biblën. Edhe përpara se të fillojmë, le të përsëris pak shpejt rregullat 1 deri në 5. Ato që kemi parë deri tani. Ne kemi parë 5 rregulla të rëndësishme nga fjala e Perëndis gjatë 3 mësimeve të fundit. Rregulli i parë, përpara se të pyesni çfarë kuptimi ka një varg, analizoni kontekstin. Rregulli 2, Bibla u drejtohet 3 grup njerëzve, hebrejve, jo hebrejve dhe kishës. Rregulli 3, Bibla ka ndarje të veçanta që duhen vendosur në vendet e duhura. Rregulli 4, çdo varg në Bibël ka 3 zbatime: doktrinar, praktik dhe historik. Dhe rregulli 5, ngjarjet e veçanta dhe fjalët e veçanta janë çelës në Bibël. Le të vazhdojmë me rregullin 6 sot. Rregulli 6 thotë që në Bibël Perëndia na zbulon 3 plane ose ka 3 plane. Ai ka një plan për universin, ka një plan për tokën dhe një plan për jetën tona. Ne duhet të kuptojmë se si punon Perëndia. Ai na e ka zbuluar punën e tij në fjalën e tij. Asgjë në fjalën e tij nuk është rastësisht, as edhe ju dhe unë nuk jemi këtu rastësisht, as edhe toka dhe universi nuk është këtu rastësisht. Çdo gjë që Perëndia ka krijuar sipas planit të tij. Bibla thotë e Hebrejni në vargun 2 thotë: së fundi këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit e krijoi edhe gjithësinë. Pra Zoti krijoi gjithësinë dhe kur ai e krijoi gjithësinë, ai e krijoi me një plan në të. Ne duhet të mendojmë këtë më thellë kur ne lexojmë fjalën e Perëndis, sepse gjithçka që Perëndia e krijoi me një qëllim. Te Isaia 9 vargu 6 edhe 7 na thuhet: sepse na ka lindur një fëmijë dhe një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet këshilltari i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Vjen edhe vargu 7 thotë: nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij. Pra Perëndia ka një qëllim me perandorinë ose me mbretërinë e tij, ajo nuk do të ketë fund. Edhe kjo është ajo që na çon tek plani i Perëndis për universin. Dhe paqja, thot Bibla, në bifronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për të vendosur pa u tundur dhe për të përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrimeve. Jezu Krishti nuk erdhi si një fëmijë vetëm që të na shpëtonte, por ai do të vijë në ardhjen e dytë edhe për të ulur në fronin e Davidit për të mbretëruar. Dhe Bibla thotë që mbretëria e tij nuk ka fund, sundimi i tij nuk ka fund, sundimi i tij është i përjetshëm. Atë Perëndia është duke na treguar që ai ka bërë universin me qëllim që të manifestojë lavdinë e tij dhe mbretërinë e tij që do të rritet edhe nuk do të ketë fund, ashtu si Perëndia ai nuk ka fund. Domethënë, universi do të popullohet duke filluar nga toka, gjithë sistemi diellor, gjithë galaktikat, gjithë hyjësit, gjithë universi. Perëndia krijoi njeriu te Zanafilla 1 vargu 28 dhe thotë: Perëndia i bekoi dhe Perëndia u tha atyre: të jeni të lumtur dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtroheni. E sundoni mbi peshqin e detit, mbi zojtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë. Ky është plani i Perëndis për njeriu përpara mëkatit. Dhe Perëndia nuk e ka ndryshuar planin e tij. Një ditë ai do të heqë mëkatin nga njerëzimi, edhe njerëzimi do të shtohet e shumëzohet pafundësisht pa mëkat. Çfarë do të ndodhë pas shumë vitesh? Ku do të banojnë njerëzit ndërkohë që ata do të shtohen edhe shumëzohen në mënyrë të pafund në një vend pa vdekje? Ata do të vendosen në univers, sepse Perëndia ka një plan për universin. Aktualisht, ky univers ka një problem, sepse është ndotur me mëkat edhe universi do të digjet. Tek 2 Pjetri kapitulli 3, vargu 12, Bibla thot: duke pritur dhe shpejtuar ditën e ardhjes së Perëndis, për shkak të të cilët qiejt marrin flak dhe treten, dhe elementet të konsumuar nga cilësia do të shkrihen. Pra ajo që po lexojmë tek Pjetri është që universi, qiejt, yjet, planetet, galaktikat, të gjitha do të digjen. Edhe kjo për shkak të hyrjes së mëkatit në univers, sepse universi është ndotur. Në fund të mbretërisë 1000 vjeçare, pasi Krishti të vijë në tokë, ai do të mbretërojë për 1000 vjet, ajo që do të bëjë Perëndia është që ai do të djegë universin. Por Perëndia nuk do të heqë dorë nga plani i tij. Ai do të krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re. Plani i Zotit mbetet për jetë. Te zbulesa 21 deri në 5 na tregohet që Perëndia krijoi një qiell të ri edhe një dhe të ri. Thotë: dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishte shkuar dhe deti nuk ishte më.
Dhe ai që rrinte mi fron tha, ja, unë i bëj të gjitha gjërat të reja. Dhe më tha, shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike, lavdi Zotit. Plani i Zotit mbetet për jetë. Bibla thot pikërisht këtë, po ky univers i ri do të popullohet me njerëz pa mëkat, ashtu siç Perëndia kishte që nga fillimi. Kjo është mbretëria e Zotit Jezu Krisht që na jepet e Isaia 9:6-7, që nuk do të ketë kurrë fund, nuk do të ketë kurrë të sosur. Ky është plani fillestar i Perëndis tek Zanafillani 28 me njeriu para se ai të mëkatonte. Por Psalmi 33:11 na thot, plani i Zotit mbetet për jetë. Qëllimet e zemrës së tij për çdo brez. Pra plani i Zotit mbetet për jetë, ai nuk dështon kurrë. Perëndia do të përmbush planin e tij me universin. Le të vazhdojmë tek Zanafillani vargu parë. Thot, në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Pra Zoti nuk ka vetëm një plan me universin, po ai ka një plan edhe me tokën. Zoti e krijoi tokën me një plan për të. Perëndia na zbulon jo vetëm plani për universin, edhe plani për tokën, sepse kjo tokë aktuale do të ketë njeriu deri në sa të kalojnë 7.000 vjet. Dhe në fund të 7.000 vjetësh, që do të korespondon me fundin e mbretërisë 1.000 vjeçare të Zotit Jezu Krisht mbi tokë, Perëndia do të djeg të tokë ashtu si do të djeg universin. Te Zbulesa 20 në vargun 11, Bibla na tregon në gjyqin e fronit të madh të bardhë, Perëndia do të heqë dheun edhe qiellin, edhe çdo njeri do të dalë përpara Perëndisë për të gjykuar, dhe gjithë ata janë të pashpëtuarit. Po vini re që iku dheu, sepse thuhet dhe pash një front të madh të bardhë, dhe ato që ulen mbi të nga prania të cilit iku dheu dhe qielli nuk u gjet vend për ta. Njëherë Perëndia do të zbuloj fytyrën e tij këtij universi dhe tokës. Edhe ai është një zjarr Perëndia. Edhe kur ai të zbuloj fytyrën, ajo që do të ndodhë është universi do të digjet. Toka do të iki, do të digjet. Dhe Pietri e thot mjaft qartë aty, dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Atë ditë qiejt do të shkojnë në krisëm, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë të do të digjen krejt. Pra Zbulesa 20 na jep fundin e mbretërisë 1.000 vjeçare dhe fillimin e gjyqit fronit të madh të bardhë. Dhe në këtë gjyq, ajo që na jepet është që toka ikën dhe digjet. Po sërish ashtu siç lexuam edhe për universin, tek Zbulesa 21 në vargun 1 dhe 5 është që nuk kemi vetëm një qiell të ri. Pra Perëndia nuk ka vetëm një plan të ri me universin, që nuk është plani i ri, po është plani i Zotit që mbetet për jetë, por ai gjithashtu do të vazhdojë planin e tij me tokën, do të krijojë një tokë të re. Edhe thot, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Pietri na sfidone, në qoftë se qielli dhe toka, domethënë po flasi për këtë tokë, do të digjen, atëherë si ka mundësi që të vendosim sytë tanë, mendjen tonë dhe zemrën tonë këtu poshtë, në këto gjëra të përkohshme? Si ka mundësi që të mos jetojmë një jetë të shenjtë dhe të perëndishme ditë pas dite derisa Jezu Krishti të kthehet? Dhe Pietri thot në vargu 11, 12 dhe 13 te kapitulli 3, letra 2 te Pietrit, përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, edhe sa lexuam më sipër për qiellin, për universin, si të mos duhet të kemi një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë, për shkak të cilës qiejt marrin flak, do të treten dhe elementet e konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne, lavdi Zotit, sipas premtimit të tij, presim qiej të ri dhe tokë të re në të cilën banon drejtësia. Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer, të paqërtueshëm në paqe, vazhdon Pietri. Tek Zanafilla kapitulli 5 na jepet që Perëndia krijon njeriu, ai fillon që nga Zanafilla 1 në fakt, por në Zanafillën 5 kur ai na jep gjenealogjit, thot ky është libri i përardhjes së Adamit. Ditë që Perëndia krijoi njeriu e bëri të ngjashëm me Perëndin. Pra na jepet krijimi i njeriu në Zanafillën 1, Zanafillën 2 dhe ripërsëritet përsëri në Zanafillën 5. Zoti e krijon njeriu me një plan për të. Sot njeriu ka rënë sepse është ndarë nga lavdia e Perëndisë, edhe është i vdekur në faj në mëkate, por përsëri Perëndia ka një plan me njeriu e humbur sot. Plani që Perëndia ka me njeriu e humbur është që t'i prezantojë atij hirën e Perëndisë, t'i prezantojë atij lajmin e mirë, t'i prezantojë atij rrugën e shpëtimit, sepse ka një lajm të mirë për ta. Jezu Krishti erdhi, vdiq, u varros dhe u ringjall për të paguar mëkatet e tij dhe për të qenë shpresa për ta. Prandaj ne ndajmë Ungjillin, sepse Luka 19:10 thuhet, sepse biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe shpëtojë atë që kishte humbur.
Pra Zoti ka një plan për njeriun e rilindur, gjithashtu, jo vetëm për njeriun e pashpëtuar, sepse ne nuk u shpëtuam nga veprat, por jemi shpëtuar për veprat të mira, për të ecur në to. Dhe Zoti ka një plan me ne për të tashmen, ka një plan me ne edhe për të ardhmen. Po plani për të tashmen, Efesianët 2:8-10 thot, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis, jo nga veprat, mos mburret askush. Vargu 10 thot, ne në fakt jemi vepra e Tij, tani që jemi shpëtuar, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Tani ka një pyetje të thjeshtë. A e dini cili është plani i Perëndis për jetën tuaj? A dini cili është vullneti i Perëndis për jetën tuaj? Zoti e ka zbuluar këtë qartë në fjalën e Tij. Ne e bëjmë këtë në dishepullizimin personal. Edhe nuk do të zgjatem në lidhur me këtë, por dua të përmbledh këto që Perëndia ka një plan për universin, ka një plan për tokën, ka një plan për njeriu. Edhe plani i Zotit me çfarë fjala mbetet për jetë, sepse shkrimet dëshmojnë këtë. Rregulli 7 na thot, gjërat e padukshme mund të kuptohen nëse studiojmë ato gjëra që shihen. Dhe kjo jepet nga Romakët 1, vargu 20. Ne duhet i shohim gjërat e dukshme fizike, domethënë krijimi i Perëndis është në harmoni me fjalën e Perëndis. Ne duhet i shohim gjërat e dukshme fizike, pra gjërat që Perëndia ka krijuar, sepse ato na mësojnë për gjërat e padukshme, për gjërat frymërore. Romakët 1:20 na thot në fakt cilësitë e Tij të padukshme, fuqia e Tij e përjetshme dhe hynia e Tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të Tij që nga krijimi i botës shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Ashtu si era, ti mund ta kuptosh veprëshmërinë e saj, po ti nuk mund ta shohësh, po është e padukshme. Kështu është edhe me krijimin. Era, ndërkohë që vepron, ne shohim veprën e erës, edhe kuptojmë punën e saj dhe kuptojmë prezencën e saj. Perëndia në të njëjtën mënyrë na tregon që përmes krijimit ai zbulon veten e Tij, zbulon gjërat e padukshme. Prandaj Perëndia na thotë që krijimi i dukshëm flet për Perëndinë e padukshëm. Dhe ndërkohë që ne shohim gjërat e dukshme, atë do të mësojmë për gjërat e padukshme. Ky është rregulli. Mënyra se si mund t'i mësosh dikujt diçka që nuk e kupton, është duke i treguar diçka që ai e kupton. Kjo është ajo që bën Perëndia me anë të krijimit. Dhe Zoti na mëson për veten e Tij, të cilën ne nuk e shohim Zotin dhe nuk e kuptojmë plotësisht, dhe ne mësojmë për Perëndin përmes krijimit të Tij, të cilët jemi në gjendje që ta kuptojmë dhe ta shohim. Të njëjtën gjë thot Perëndia te Psalmi 19 në vargjet 1-4. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndis dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të Tij. Një ditë i flet ditës tjetër dhe një natë i tregon tjetrës. Pra vira që qiejt tregojnë, kupa shpall, dita flet, nata tregon. Nuk kanë gojë, nuk kanë fjalë, por flasin. Pra kjo është ajo që është duke thënë Zoti. Zoti flet me anë të krijimit. Gjërat që Zoti ka krijuar mbartin një të vërtetë frymërore, të cilën ne duhet ta studiojmë atë. Sepse për këtë thot fjala e Perëndis tek Romakët 1 vargu 20. Por vargu 3 thot nuk kanë gojë as fjalë, zëri i tyre nuk dëgjohet, por harmonia e tyre përhapet mbi gjithë vellë dhe mesazhet e tyre arrin deri në skajin e botës. Në qiejt Perëndia ka vënë një çadër për diellin. 3 çelësa që na ndihmojnë. Shikoje krijimin ashtu si Perëndia e sheh. Jetoje jetën sipër rrethanave fizike dhe dil nga gjërat natyrore edhe shiko gjërat mbinatyrore. Sepse ne duhet të vëzhgojmë mirë gjërat që ne shohim për të kuptuar ato gjërat që nuk shohim. Në fakt, diçka që ne shohim kontrollohet nga diçka që nuk shohim. Edhe pushtetet dhe principatat edhe fuqitë që janë të padukshme kanë krijuar edhe kontrollojnë pushtetet edhe gjërat që janë të dukshme. Po shikoni nga Psalmi 84:11. Psalmi 84:11 është një krahasim i bukur për Zotin ton, edhe thot, sepse Zoti Perëndi është diell dhe mburoj. Zoti do të t'i jap hir dhe lavdi. Ai nuk u refuzon asnjë të mirë atyre që ecin drejt. Pra Perëndia na krahasohet me diellin. Dhe te Malakia 4 në vargu 2 përsëri është Zoti Jezu Krisht në ardhjen e dytë që na jepet si lindja e diellit, edhe thuhet, por për ju që keni frikë nga emërimi do të lind dielli i drejtësisë.
Dhe nuk po flet për diellin fizik, po flet për Perëndin. Perëndia është dielli i drejtësisë, ai do të vinë mbi tokë. Edhe thot me shërimin e krahët e tij dhe ju do të dilni dhe do të hidheni si viçat nga që dalin nga stalla. Pra Perëndia është krahasuar me diellin. Tani sipas Romakëve 1:20, nëse ne duam të studiojmë gjërat e padukshme, atëherë duhet të shikojmë gjërat e dukshme. Pra mënyra se si ne do të kuptojmë për Perëndinë e padukshëm është të studiojmë krijimin, sepse cilësitë e tij të Perëndisë të padukshëm, fuqia e tij e Perëndisë e përjetshme, hynia e tij, domethënë triniteti i tij, shihen qartë tot Bibla me anë të krijimit. Shihen qartë, domethënë atëherë nëse ne shohim që Perëndia krahasohet me diellin, atë ne do të fillojmë të studiojmë diellin për të mësuar më shumë për Perëndinë, sepse kështu na mëson fjala e Perëndisë. Tani, lidhur me diellin, fjala e Zotit na mëson këtë, por ka diçka interesante nëse studiojmë diellin nga ana fizike. Dielli na jepet që është një burim drite, por ai lëshon 3 lloje rrezësh. Nuk kemi 3 burime drite, është një burim drite, është dielli që lëshon. Edhe ai lëshon rrezet e dukshme, ai lëshon rrezet e nxehtësisë që nuk janë rrezet e dukshme, ai lëshon edhe rrezet e padukshme që normalisht rrezet e padukshme vijnë deri në shtresën e ozonit dhe kthehet. Rrezet e dukshme nëse kalojnë në prizëm, ato shpërbohen në ngjyra, për shembull, siç janë ngjyrat e ylberit, ndërsa rrezet e nxehtësisë janë rreze të tjera. Tani nëse shikojmë me kujdes, çfarë thot Romakët 1:20? Hynia e tij duket me krijimin. Edhe po flasim për Perëndin që është trinitet. Nuk janë 3 Perëndi, po është një Perëndi, po është trinitet. Atë ashtu siç është një diell, Perëndia është krahasuar me diellin. Ne do të mësojmë edhe do të kuptojmë Perëndin duke mësuar dhe kuptuar krijimin. Dhe Perëndia na ka bërë të qartë krijimin. Atë dielli lëshon këto 3 rreze. Rrezet e dukshme janë ilustrimi i Perëndisë bir. Ai është pjesa e dukshme e Perëndisë padukshëm. Rrezet e nxehtësisë janë ilustrim i Perëndisë frymës shenjtë. Atë mund të ndjesh atë, është ngushëlluesi ynë, ai na jep forcë, ai na jep zemër, por gjithashtu është edhe janë rrezet e padukshme që ilustrimi i Perëndisë, Perëndi nuk mund ta shohësh. Edhe këto janë ato që na mësojnë për Perëndin. Tani të zana filla kapitulli i parë, vargu 14 deri 19, ne shohim që krijimi mëson më shumë, edhe më shumë më tepër. Bibla thot vargu 14, sepse Perëndia tha të ketë ndriçues mbi kupën qiellore për të ndarë ditën nga nata dhe të shërbejë si shenja për të dalluar stinët, ditët dhe vitet. Pra ndriçuesit që janë në qiell, dielli, hëna, yjet, janë për stinët. Edhe ne sigurisht llogarisim ditët, vitet, stinët në bazë të rrotullimit të tokës në raport me diellin, hënën, yjet, por janë gjithashtu si shenja. Domethënë janë për të sinjalizuar ose simbolizuar diçka. Ne folëm që dielli na mëson për Perëndin apo jo. Sepse Psalmi 84 vargu 11 na tregon që Perëndia është diell. Toka na mëson për botën, sepse Gjoni 3:31 dhe Efesianë 2:3 ne shohim tokën të lidhur me botën. Po edhe hëna mëson për besimtarët, tek Antiku 6 kisha është krahasuar me një hënë. Edhe tek Antiku na jepet historia e dashurisë së Krishtit me kishën. Ndërsa te Filipianët 2:15 na thuhet që ne ndriçojmë si pishtar në këtë botë. Edhe kjo botë është e errët edhe ne ndriçojmë në këtë vend. Kështu që ne do të shohim tipologjitë dhe se si Perëndia na mëson përmes këtyre tipologjive. Le të lexojmë nga shkrimet. Gjoni 8 vargu 12 Bibla thot: Dhe Jezusi foli atyre përsëri duke thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Pra Jezusi është drita e botës. Dielli fizik është drita e kësaj bote fizike, por Jezusi është drita e botës, është dritë frymërore e botës frymërore. Jezusi është krahasuar me diellin, siç pam tek Malakia 4 vargu 2. Bota ka si dritë fizike diellin, ndërsa njerëzit kanë si dritë frymërore Jezusin. Sa ishte në këtë planet, kjo botë ishte dritë. Po kur Jezusi u kryqëzua, drita e kësaj bote iku. Domethënë Jezusi iku. Tani Jezusi nuk është më në tokë. Ai ka thënë që do të kthehet një ditë. Por tani ne po jetojmë në kohën kur Jezusi ende nuk është kthyer. Domethënë në kohën kur drita nuk është mbi këtë tokë. Në kohën që frymërisht quhet një kohë nate. Diagrama më poshtë është mjaft e qartë. Atë Gjoni 8:12 Jezusi thotë unë jam drita e botës. Tek Antiku 6 vargu 10 dhe Filipianët 2:15 na tregojnë që ne ndriçojmë në këtë kohë nate, edhe kjo është koha e kishës, ku dielli ka perënduar, edhe një ditë dielli i drejtësisë, që është Zoti Jezu Krisht, do të lindë. Edhe ai do të lindë kur? Te Zbulesa 19:11 na thuhet që kur qielli hapet,
atëherë zbret vetë Zoti Jezu Krishti quhet mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Përpara se Jezu Krishti të vi, kisha do të rëmbehet. Tani ne jemi në kohë nate, pak përpara se Jezu Krishti të vi, kisha do të rëmbehet dhe të kaloj një periudhë rreth 7 vjet që janë mundimet mbi tokë, dhe pastaj kur Zoti Jezu Krishti të vi, quhet ditë, edhe Bibla e quhen atë në shkrimë dita e Zotit, sepse Zoti është prezent mbi tokë. Është ditë, perdia është prezent nga ana frymërore. Kjo është ajo që kemi, domethënë, që nga koha e kryqëzimit deri në ardhjen e dytë të Jezu Krishtit, ne jemi në kohë nate. Prandaj Malakia 4:2 na thuhet do të lind dielli i drejtësisë. Pra që do të thotë që Jezu Krishti do të kthehet. Edhe kur ai të kthehet, atëherë ne do të jemi ditë, është drita e botës mbi tokë, që është Zoti Jezu Krisht. Tani shikoni pak gjithashtu diagramën përsëri që keni. Dhe kjo shkon me ditën e 7. Në ditën e 7 që do të thotë që është mijëvjeçari i fundit, ku Perëndia do të vi edhe do të vendosi mbretërinë e tij mbi tokë. Pali në profeci po shkruan për një thyerje të natës. Edhe këtë gjejmë tek Romakët 13, 12 dhe 13. Nata u thye. Dita u afrua. Kush ditë u afrua? U afrua dita ku Jezu Krishti do të vi mbi tokë dhe do të quhet dita e Zotit. Edhe thot, le të flakim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndershmëri si ditën. Nuk jemi në ditë, po të ecim si ditën, sikur Zoti është prezent mbi tokë. Jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje në smir. Pra ne mësojmë shumë kur ne kuptojmë kush është dielli, çfarë përfaqëson, kush është hëna, çfarë përfaqëson, kush janë yjet, çfarë përfaqëson, çfarë kohe jemi. Ne mësojmë shumë nga ana frymërore, ndërkohë që ne studiojmë krimin. Kisha tani është në një kohë nate, edhe kisha ndriçon, sepse nëse kisha nuk ndriçon, nuk ka dritë. Atë imagjinojë në një vend që është pusë errët, edhe nuk ka dritë fare, re, edhe është një kohë e keqe, edhe dritat e qytetit të fshatit ku kanë ikur të gjitha, një njeri nuk mund të shikojë dot as pëllëmën e dorës para syve të vet. Imagjinojë nëse kisha nuk lëshon dritë natën. Si mundet një i pashpërtuar të mund të gjejë rrugën? Prandaj ne duhet të ndriçojmë. Prandaj Filipianët kapitulli 2 vargu 15 thotë, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijtë të Perëndisë pa të meta, në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Bota është e errët, po ne jemi dritë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, sepse ne jemi kisha dhe jemi si hëna. Edhe hëna nuk ka dritë në vetvete. Hëna merr dritën nga dielli. Edhe nëse se shikon vetë hënën, atëherë kështu ndodh edhe me besimtarit. Ne nuk kemi dritë, ne ndriçojmë dritën e Perëndisë. Kjo është puna jonë, puna e kishës është të ndriçojë dhe të ndriçojë dritën e Zotit. Tani kur flasim për eklipset, ne shohim gjithashtu shumë gjëra zbulojnë për të vërteta frymërore. Dielli është Perëndia, ose përfaqëson Perëndin ose lloji Perëndis, toka përfaqëson botën, hëna përfaqëson besimtarin. Tani eklipsi i hënës është kur dielli, toka dhe hëna janë në një vit të drejtë. Por toka ndodhet midis diellit dhe hënës. Mësimi është që kur besimtari, që është hëna, vendos botën midis vetes dhe Perëndis, ka një problem serioz. Nuk ka dritë. Nuk mund të ndriçojë. Është e pamundur që të mund të ketë ndikim mes njerëzve të pashpëtuar jeta e tij. Është totalisht errësirë besimtari, edhe pse është i shpëtuar, është në errësirë. Prandaj e parë Gjoni 2:15 thotë, mos e doni botën as gjërat që janë në botë. Nëse ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në ta. Sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve, krenaria e jetës nuk vjen nga Ati, por nga bota. Edhe vazhdojmë me eklipsin tjetër, eklipsi i diellit. Eklipsi i diellit është përsëri diell, hënë dhe tokë janë në një vit të drejtë, por ajo ndodhet që hëna ndodhet midis tokës edhe diellit. Pra ne dimë që dielli përfaqëson Perëndin, hëna përfaqëson besimtarin edhe toka përfaqëson botën. Po kur besimtari vendoset midis tokës edhe diellit, ose midis botës edhe diellit, ajo ndodhet që nuk e lë Perëndin që të mund të jap dritën e tij në këtë planet. Sepse ne me fuqinë tonë, edhe duke ecur në mish, eklipsojmë punën e Perëndis tek njerëzit e pashpëtuar. Ose
sjellim errësirë në këtë botë. Nuk lejojmë që drita e Perëndis të vejë në këtë botë. Kjo është kur besimtari ecën në mish. Kur besimtari ecën duke vendosur qëllime të përkohshme, duke vendosur botën në zemrën e vet, duke ecur me syt mbi këtë planet me gjëra fizike, në vend që të besoj Perëndisë dhe të eci me qëllime të përjetshme, duke qenë shtegtar, duke pritur shpresën që do të vijë mbi të, që Jezu Krishti do të vijë të marrë atë. Prandaj kur besimtari është në mish, është një problem. Është një problem sepse ne ndalojmë ose ne eklipsojmë Perëndin që të ndriçojë në këtë botë. Ka shumë për të vazhduar, për të mësuar në këtë dhe mund të vazhdojmë kur hëna është duke u shtuar, nuk rritet brenda një nate, ajo do të thotë do kohë, edhe besimtari nuk rritet me njëherë, gjithashtu edhe kur hëna e plot është duke u zvogluar, rënia e besimtarit nuk vjen në mënyrë të menjëhershme, por ngadalë. Prandaj, nëse keni rënë, qohuni, po mos prisni një ngritje 24 orëshe. Vendosni qëllime të përjetshme në baza ditore duke kaluar për ditë me Perëndin. Gjithashtu edhe rënja nuk vjen brenda 24 orëve. Duke mos lexuar Biblën, duke mos kaluar kohë me Perëndin në baza ditore, pak nga pak të gjeni veten si hëna që pak nga pak po hahet, edhe gjithashtu na çon ne gjejmë vete plotësisht të errët. Domethënë duke ecur në mish, edhe nuk mund të kemi më dritë, nuk mund të ndryshojmë dot në këtë botë. Pra, ky rregull na tregon, pra rregulli që po flasim, mënyra se si mund t'i mësosh dikujt diçka që nuk e kupton, është duke i treguar diçka që ai e kupton. Kjo është ajo që bën Perëndia me anë të krijimit. Ne do të shohim këtë më të zgjeruar në orët e ardhshme, por le të vazhdojmë me rregullin 8. Rregulli 8 është Bibla interpreton vetveten. Ajo nuk është objekt i interpretimit personal. Çdo interpretim duhet bërë duke krahasuar vargjet e Biblës me njëra tjetrën. Edhe kjo është mjaft e rëndësishme, është një rregull çelës në fjalën e Perëndisë, edhe është e nevojshme që ne të kuptojmë këtë, sepse shkrimi është shkruar nga Perëndia, është fjala e Perëndisë. Fryma e Shenjtë ka frymëzuar njerëzit për të shkruar fjalën e tij. Dhe autori i Biblës është Perëndia. Atë interpretimi i Biblës duhet të jetë nga Perëndia, sepse vetëm ai ka të drejtën e interpretimit të saktë të shkrimeve. Edhe njerëzit janë mësuar keq në fakt. Janë mësuar që të ulen në një truel të rrumbullakët, edhe fatkeqësisht shumë besimtarë bëjnë këtë, duke biseduar me njëri tjetrin, çfarë opinioni ke ti për këtë varg, çfarë opinioni ke ti për këtë, edhe të gjithë japin komentin e tyre, opinionin e tyre. Edhe kjo është gabim. Kjo është gabim sepse nuk është mënyra se si Perëndia na mëson që ne duhet të kuptojmë shkrimet. Nuk është në truel të rrumbullakët ku secili do të jap opinionin e vet. Por Bibla na tregon që shikoni tek 2 Pjetri 1:20-21, që shkrimet nuk kanë dhe nuk duhet të kenë interpretim privat. Domethënë unë t'i jap në mënyrë private, ai vllai në mënyrë private, ai vllai tjetër ose motra tjetër në mënyrë private, si në një truel të rrumbullakët. 2 Pjetri 1:20-21 thotë, duke ditur së pari këtë, duhet të dim këtë. Nuk duhet të jemi ignorant lidhur me këtë ose të paditur, që asnjë profeci e shkrimit nuk është objekt të interpretimeve të veçanta. Sepse asnjë profeci nuk ka ardhur nga vullneti i njeriu, por njerëzit e shenjtë të Perëndisë kanë folur të shtyrë nga fryma e shenjtë. Pra, pse nuk është objekt të interpretimeve të veçanta? Sepse Bibla nuk ka ardhur nga njeriu, është libri i Zotit. Edhe nëse është libri i Zotit, atëherë Zoti do të interpretojë atë. Njeriu nuk ka të drejtë të interpretojë. Mënyra si Zoti e bën këtë, mënyra si Perëndia interpreton Biblën, është nga e parë Korintasve 2:13, duke krahasuar shkrimet me njëra tjetrën. Bibla thot për të gjithë për të cilat gjëra edhe flasim, por jo me fjalë që i mëson urtësia njerëzore, por me ato që i mëson fryma e shenjtë. Si i mëson fryma e shenjtë? Ja mënyra si mëson fryma e shenjtë, duke krahasuar gjëra frymërore me gjëra frymërore. Okej, çfarë janë gjërat frymërore që të krahasojmë me gjërat frymërore? Dhe Bibla na interpreton vetë këtë. Te Gjoni 6:63 është fryma që jep jetë, mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. Atë fjalët e Perëndisë janë gjërat frymërore, janë frymë. Atë duke krahasuar gjëra frymërore me gjëra frymërore, ose duke krahasuar, sipas Gjoni 6:63, fjalët me njëra tjetrën. Domethënë shkrimet me shkrimet. Pra mënyra se si ne kuptojmë shkrimet, mënyra si Perëndia na interpreton shkrimet, mënyra se si fryma e shenjtë na mëson shkrimet,
është duke krahasuar shkrimet me njëra tjetër. Le t'i jap disa shembuj të interpretimit të Biblës, që vetë Bibla interpreton vetë vete. Zanafilla 3 vargu parë. Por gjarpri ishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushrave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Dhe i tha gruas, a ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga gjitha pemët e kopshit? Apo mëson Zoti thjesht për zvaranikun, pra më thënë për gjarprin? Takova një herë një vëlla dhe ai ndava me të një pyetje. Ai thash, nga e di ti që gjarpri është djalli? Edhe ai tha, është djalli. Pse kush mendon ti që është? I thash, dhe unë ashtu mendoj që është djalli, po nga e di ti që është djalli? Edhe ai tha, nuk e di, tha. Mendoj sa që kështu kemi rënë dakord. Besoj se për shkak të mungesës së njohurisë së shkrimeve, ai dha atë përgjigje. Por gjarpri është djalli, jo sepse ne kështu na kanë mësuar. Në qoftë se Bibla na mëson dhe ndryshe, ne do të thoshim ndryshe. Por Bibla na mëson se kush është gjarpri. Sepse mund të themi thjesht është një kafshë zvarranike që mashtroi njeriu. Por Bibla na mëson duke krahasuar shkrimet me njëra tjetrën. Edhe te Zbulesa 12:9 thuhet, kështu tragoi më gjarpri i lasht, që është quajtur djallë edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë, me të u hodhën edhe engjëjt e tij. Pra ai që mashtroi Evën nuk ishte një zvarranik, një kafshë, por ishte djalli vet. Djalli vet. Sepse ne e mësojmë Biblën duke krahasuar shkrimet me shkrimet, nuk e mësojmë ne. Zoti na e mëson atë sipas mënyrës si na tha për interpretimin e vet. Le të jap një shembull tjetër. Ligji për 3:25-4. Nuk do t'i vësh turizën kaut që shin gruri. Apo mëson Zoti thjesht për qet, pra siç folëm më përpara për zvarranikun? Turiza është ajo që u vendosen qenve që të mos kafshojnë, u vendosen edhe qeve që të mos hanë grurin, ndërkohë që në kohët e vjetra sillej rreth rrotull në lëmë edhe shinte grurin. Tani e shi me kombanj. Por në ato kohë ishte kau që e bënte këtë punë. Mojsiu thotë që nuk do t'i vësh turizën kau që shin grurin. Tani, çfarë po mëson Zoti thjesht për kau, thjesht për qet? Le të krahasojmë shkrimet me shkrimet, sepse kështu mësohet Bibla. E pare Korintas 1:9 vargu 9 thotë, sepse në ligjin e Mojsiut të shkruar, mos ja lidh gojën kaut që shin, a u merr ka Perëndia me qet vallë? Pyetje mirë. Por vargu më poshtë vazhdon të shpjegoj, sepse ajo që Pali thot, apo e thot këtë për ne, vargu 10. Vërtet për ne janë shkruar, sepse kush lëron duhet të lëroj me shpresë, dhe kush shin duhet të shi me shpresë, që të marrë atë që shpreson. Domethënë një predikues, një pastor që është duke punuar në art e duke shirë, nuk duhet të mbyllësh gojën. Domethënë të mos u shehet. Kjo është ajo që Shpali duke thënë. Tani që të marrim më shumë dritë, le të shkojmë tek e parë Timoteut kapitulli 5 vargu 17-18. Pleqë që drejtoj mirë parësi në kish, le të nderojnë dy fish, sidomos ata që mundohen me fjalë e mësim ose me doktrinë. Pra janë disa që mundohen, ka shumë pleqë në kish, por ka pleqë që mundohen në doktrinën e fjalës së Perëndis. Edhe Bibla thot, ata që mundohen në doktrinën e fjalës së Perëndis, duhet të nderojnë dy fish, sepse shkrimi thot, mos ja lidh gojën kaut që shin në lëmë, sepse dhe punëtori ka hak më ditjen e tij. Tani çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ndërkohë që kauj po punonte, mos i vë turizën, tani Perëndia është duke treguar që kur të kesh një pastor, kur kisha të ketë pastor, dhe veçanërisht ai do të mësoj doktrinën e shëndosh. Mos ja vër turizën. Domethënë jepi nga ana fizike, ndërkohë që ai të ushqen ty nga ana frymërore, ndërkohë që ai të mëson ty doktrinën e fjalës. Edhe thotë nderohet dy fish. Nderimi dy fish nuk do thotë të biesh dy herë përmbys përpara tij edhe një herë përpara dikujt tjetër. Nderimi dy fish në kontekst është jepi një rrogë të dy fish. Kjo është ajo që Bibla na mëson me këtë. A merret Perëndia me qet vallë? Perëndia duke na mësuar neve nga fjala e Perëndis. Pra interpretimi i Zotit është ai që është, nuk është interpretimi im. Ne mund të studiojmë qet, edhe nëse duam të studiojmë qet, do të mësojmë shumë për predikuesit. Sepse qet lërojnë, qet kanë një forcë, ashtu siç është forca e kaut, ashtu do të jetë edhe forca e predikuesit, e ka shumë për mësime. Te 1 Korintasit 2,
Vargu 13. Si e mësojmë Biblën? Si e mësojmë? Duke krahasuar. Ky është rregulli që po flasim. Bibla nuk është objekt interpretime të veçanta, për të cilat gjëra edhe flasim jo me fjalë që mëson urtësia njerëzore, por me ato që mëson fryma e shenjtë duke krahasuar gjëra frymërore me gjëra frymërore. Pra vetëm në mënyrë si interpretohet Bibla është duke krahasuar shkrimet me shkrimet. Le të vazhdojmë me një shembull tjetër, Eksodi 17. Eksodi 17:5-6. Zoti tha Mojsiut, kalo përpara popullit dhe merr me vete disa pleshë nga Izraeli, merr në dorë dhe bastonin me cilën rrahë lumi dhe nisu. Ja, unë do të rri përpara teje atje mbi shkëmbin në Horeb. Ti do të rrahësh shkëmbin, për të cilën do të buroj ujë dhe populli do të pi. Kështu bëri Mojsiu përpara pleshëve të Izraelit. Apo mëson Perëndia thjesht për shkëmbin dhe Mojsiun që po rreh shkëmbin, çfarë është kjo histori? Ashtu si do të kuptoni diçka. Asnjë histori në Bibël nuk është rastësishme. Asnjë gjë që Perëndia na ka dhënë nuk është rastësishme. Por ne do të krahasojmë shkrimet me shkrimet për të kuptuar çfarë duke mësuar Zoti. Interpretimi i Biblës vjen duke krahasuar shkrimet. Kjo është mënyra si na mëson Perëndia. Është një histori që ka ndodhur në Dhjetën e Vjetër. Mojsiu rreh shkëmbin, ndërkohë që Izraeli ka dalë nga Egjipti, po shkon në tokën e premtuar, ai e rreh shkëmbin, edhe shkëmbi nxjerr ujë. Edhe njerëzit e Perëndis pinë nga ky ujë. Tek e pari Korintas 10 tani. Pali po na tregon që shkëmbi është interpretimi i Zotit. Shkëmbi është Zoti ynë Jezu Krisht. Në vargu 1-4 thot, sepse o vëllezër nuk dua që ju të mos e dini për se gjithë etrit tanë ishin në re, dhe gjithë shkuan në përdet, dhe gjithë u pagëzuan për Mojsi në re dhe në det. Të gjithë hëngrën të njëjtën ushqim frymëror, dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore, sepse pini prej shkëmbi frymëror që i ndiqte edhe ky shkëmbi ishte Krishti. Pra ne kemi Mojsiun, edhe Mojsiu rreh shkëmbin, edhe nga shkëmbi del ujë, edhe pastaj njerëzit pinë, por kjo bart një histori, bart një ilustrim të fuqishëm frymëror, dhe Bibla interpreton këtë. Mojsiu, dhe të shohim këtë, përfaqëson ligjin, edhe është ligji që e rrahu Zotin Jezu Krisht, i cili vdiq në kryqin e Kalvarit, i cili mori mallkimin për mua dhe për ju. Edhe prej tej ne pim të gjithë ujë dhe morim jetë. Jezusi është gurra e gjallë. Ai është shkëmbi që jep ujë, edhe ai është shpëtimtari ynë. Aleluja. Është e mahnitshme faktikisht. Te numrat 20 është një histori tjetër, por kjo ka ndodhur gati mbi 20 vjet. Më vonë, siç Izraeli del nga Egjipti. Ndërsa historia tek Eksodi ka ndodhur vetëm pak ditë siç Izraeli doli nga Egjipti. Janë dy histori në kohë të ndryshme. Herën e parë Zoti i thot Mojsiut godite shkëmbin. Herën e dytë Zoti i thot Mojsiut foli shkëmbin. Tani më le të mos harrojmë se kush është shkëmbi. Nuk është shkëmbi një gur, edhe ja vran një gur, goditi një gur e Zoti nxori ujë. Është historia kjo. Po Bibla është duke na mësuar gjithashtu diçka të madhe me këtë. Dhe si e gjejmë këtë? Duke lënë Biblën të interpretojë veten e saj. Edhe thot, pastaj Zoti foli Mojsiut duke thënë, merr bastunin ti dhe vlla yt Aron thirrni asamblen dhe para syve tuaj i flisni shkëmbit. Pra nuk po thot herën e dytë rrifeni shkëmbit, siç tha më herën e parë. Dhe ai do t'i jap ujin e ti. Kështu do të nxjerrësh për ta ujë nga shkëmbi dhe do t'u japësh të pinë njerëzve dhe bagtis tyre. Pastaj Mojsiu ngriti dorën dhe goditi shkëmbin. Mojsiu bëri të kundërtën e asaj që i tha Zoti. Po le të mos harrojmë që Mojsiu po prish këtu një pikturë të mrekullueshme të Perëndis. Sepse Perëndia ka vendosur profecinë historik. Edhe megjithse Perëndia e nderon Mojsiun historikisht, që ai goditi shkëmbin, Bibla na tregon që Mojsiu për shkak të kësaj gjëje që nuk ju bind Zotit, nuk hyri në tokën e premtuar. Thjesht vetëm sepse nuk ju bind një fjalë, Zoti tha foli, Mojsiu e goditi. Dhe kjo bëri Mojsiun, që ishte njëri besnik në shtëpinë e Perëndis, që ishte njëri që Perëndia bëri shenja mrekulli, ishte njëri që pagishtin e Perëndis të shkruante në pllakat ligjin e Perëndis, ishte njëri që Perëndia ulej ballë për ballë e fliste vetëm me ta, ai nuk hyri, sepse ai prishi atë që Perëndia duke mësuar.
Sepse ajo që ndodh është, Zoti Jezu Krisht erdhi në ardhjen e parë, dhe ligji e vrau Zotin Jezu Krisht. Por në ardhjen e dytë, ligji nuk mund të rrafi Zotin Jezu Krisht. Jezu Krishti nuk do të vijë për të rrahur, ai do të vijë për të mbretëruar. Ligji mund t'i flasi, edhe gjithashtu Jezusi do t'i japë ujë të gjallë, por nuk mund të godas atë. Sa gjëra të bukura kanë fjalë e Perëndis, në qoftë se nuk interpretojmë Biblën, por lejojmë Perëndin të interpretojë vetë fjalën e tij. E parë Korintasë 2:13 për të cilat gjëra dhe flasim, por jo me fjalë që i mëson urtësia njerëzore, por me ato që mëson fryma e shenjtë, duke krahasuar gjëra frymërore me gjëra frymërore. Pra Bibla interpreton vetveten. Dhe mënyra si fryma e shenjtë na mëson Biblën është duke krahasuar shkrimet me njëra tjetrën. Ky është rregullitet. Bibla nuk interpretohet me intelekt njerëzor, është çmenduri. Në kuptimin real, që të ulesh në një truez të rrumullakës, edhe të fillosh të japësh opinione për Biblën, secili besimtar, është e pa kuptim. Është jo biblike. Bibla nuk interpretohet në tavolinë të rrumullakës. Çfarë mendon ti, çfarë mendoj unë, si interpreton ti, si interpretoj unë. Bibla interpreton vetë. Dhe mënyra si e bën është ashtu si fryma e shenjtë na mëson. Dhe fryma e shenjtë na mëson duke krahasuar fjalën e Perëndis me njëra tjetrën. Gjëra frymërore me fjalë frymërore. Le të shkojmë te rregulli 9. Jepini Biblës të drejtë në rast dyshimi. Edhe di që kur lexoni Biblën, do të ketë gjëra që do të dyshoni. Por jepini Biblës të drejtë sepse Bibla është e përsosur. Bibla nuk ka kontradikta, por vetëm gjëra që duken si kontradikta. Domethënë, në thonjza, kontradikta të dukshme, le të themi. Fjala e Perëndis është e përsosur, nuk ka gabime, është absolute. Jepini të drejtë gjithmonë. Edhe në rast se dyshoni edhe nuk kuptoni diçka. Sepse Zoti ka lejuar ca gjëra që me sy të parë duken si kontradikta dhe i ka lejuar me qëllim. Dhe dy janë kryesore. Së pari, të largoj skeptikët ose dyshuesit ose mos besuesit. Tek Ezekieli 14:4 dhe 5 Bibla thotë: "Prandaj folu dhe u thuaj atyre, kështu thot Zoti, cili do qoftë nga shtëpia e Izraelit që ngre idhuj në zemrën e tij. Dhe vë para vetes pengesën që i bën të bjerë në pausi dhe pastaj vjen te profeti të përgjigjem unë, Zoti, si lidhur me këtë sipas morisë së idhujve të tij, për të ndikuar në zemrën e atyre të shtëpisë e Izraelit që janë larguar prej meje për shkak të gjithë idhujve të tyre." Pra në qoftë se dikush shkonte tek Zoti me një qëndrim të gabuar, me idhuj në zemër, kjo është ajo, me idhuj në zemër, me një qëndrim të gabuar, vetë Zoti do t'i vinte një pengesë, vetë Zoti do të përgjigje atij në mënyrë kundërshtuese. Prandaj në qoftë se ti shkon me një qëndrim të gabuar në fjalën e Perëndis, atë Perëndia do t'i jap ty më shumë nga tresa se sa ti mendon që do të gjesh. Sepse ti je skeptik, sepse je mosbesues, sepse je dyshues. Prandaj Zoti ka vendosur kontradikta. Së pari, për të larguar skeptikët, dyshuesit ose mosbesuesit. Te Isaia 29 përsëritet e njëjta gjë. Çdo vegim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të vulosur, që i jepet dikujt që di të lexojë duke thënë të lutem lexoje. Këtë por ai përgjigjet nuk mundem sepse është i vulosur. Ose si një libër që i jepet dikujt që nuk di të lexojë duke thënë të lutem lexoje këtë, por ai përgjigjet nuk di të lexojë. Prandaj vini në vargun 13. Prandaj thot Zoti, meqense ky popull më afrohet vetëm me gojë. Prandaj është një libër i vulosur, sepse Zoti ka bërë të vulosur për shkak të qëndrimit dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm urdhërimi i mësuar nga njerëzit. Prandaj Perëndia ka vendosur ato të ashtu quajtura kontradikta, me qëllim që të ngatroj ose të largoj skeptikët ose dyshuesit. Së dyti, që të zbuloj të vërtetën e fshehur studentit të ndershëm. Prandaj gjithmonë jepi Biblës të drejtë në rast dyshimi. Kjo do të thotë që nuk do kuptoj çdo gjë dhe menjëherë, por Zoti ka ruajtur të vërteta të mëdha për ty aty. Shikoni te Mateu 13 vargu parë. Tani po atë ditë Jezusi doli nga shtëpia dhe ul në breg të detit. Interesante apo jo?
Që se lexon librin e Mateut do të vësh re që për 12 kapitull Jezusi ka folur hapur në Izrael. Por Izraeli ka refuzuar Jezu Krishtin. Edhe në kapitullin 18 na thuhet që Jezusi doli nga shtëpia dhe ulën prek të detit. Tani ne krahasojmë, ne mësojmë Biblën duke krahasuar shkrimet me shkrime, ne thamë këtë gjë. Shtëpia është pikturë e Izraelit. Sepse Gjoni 1:11 thot, a i erdhi në shtëpinë e vet? Ku erdhi? Erdhi në Izrael. Dhe të vetët nuk e pranuan. Ndërsa deti është pikturë e kombeve, Zbulesa 17:15 thot, pastaj më tha, yra që ke parë ku ulet laviri janë popull, turma dhe kombe dhe gjuhë. Tani ka kaluar 12 kapitull. Edhe Izraeli nuk ka pranuar Mesian, nuk ka qëndrimin e duhur, që të mund të pranojë që ai që po shohin aty, që po bën shenja mrekulli, që është përpara tyre, është Zoti Jezu Krisht. Edhe ata kanë refuzuar. Atë që ndodh është Jezusi del nga shtëpia tani. Edhe ajo që ndodh është ulet në breg të detit. Edhe fillon të flasi me Izraelin, me hebrejt, me shëmbëltyra. Pinër e Mateo 13, vargu 3. Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në shëmbëltyrë duke thënë, janë një mbjellës doli për të mbjellë. Për 12 kapitull Jezusi nuk ka folur me shëmbëtyra. Për 12 kapitull Jezusi ka folur hapur. Por tashmë qëndrimi i zemrës së tyre nuk ishte në rregull. Edhe Jezusi tani fillon të flasë me shëmbëtyra. Fillon të fshehë gjëra. Dhe Bibla na tregon në vargjet 10 deri në 15. Atëherë dishepujt u afruan dhe i thanë, pse po u flet atyre me shëmbëtyrë? Pyetje mirë. Dhe ai duke u përgjigjur tha atyre, sepse juve, kujt? Dishepujve, sepse dishepujt kishin një qëndrim të drejtë në zemrën, ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qiellit. Ndërsa atyre, kujt? Atyre që sa doli nga ata, atyre që e refuzuan ata, dhe jemi pikërisht në 12 kapitujt e parë, sepse ka një kontekst. Atyre, farisejve, saducejve, prandaj thot, atyre nuk u është dhënë. Vargu 13, prandaj unë u flas atyre me shëmbëltyrë, sepse duke parë nuk shohin, këtë e gjejmë te Isaia, nëse ju kujtohet pak. Dhe duke dëgjuar nuk të dëgjojnë, as nuk kuptojnë, sepse zemra e këtij populli bëre pandjeshme, ata janë bërë të rënë nga veshët dhe kanë mbyllur sytë që nuk shohin me sy, thot, dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër, dhe nuk kthehen që unë të shëroj. Pra Jezusi flet me shëmbëltyrë në mënyrë që skribët e farisejnë, të cilët të mos e kuptonin plotësisht, ndërsa dishepujve u shpjegonte më vonë. Pra nëse dikush refuzon Zotin, Zoti e refuzon atë. Te Mateu 13 në vargu 18 thot, juve pra kuptoni shëmbëltyrën e mbjellësit. Pra dishepujve që kishin qëndrimin e duhur, ai u shpjegonte çdo gjë, patjetër në kohën e duhur, në kohën e duhur. Tani kontradiktat në dukje janë vënë në Bibël për skeptikët, që kanë vendosur të refuzojnë fjalën e Perëndisë, që ata të mos kuptojnë gjë, por njëkohësisht ato kanë një të vërtet të fuqishme për studentin e ndershëm dhe seriozës të fjalës së Perëndisë. Zoti ka përfshirë në fjalën e Perëndisë një numër të madh të ashtu quajtura kontradikta. Edhe do të vini re këto gjëra në Bibël. Le të shohim një së bashku sot. Kontradiktat në vite. E parë Mbretëri 6 vargu parë. Në vitin 480 pas daljes së mbretërve së bijve të Izraelit nga vendi i Egjiptit, në vitin e 4 të mbretërimit të tij mbi Izrael, në muajin e Zivit, që është muaji i dytë, Solomoni filloi të ndërtojë shtëpinë e Zotit. Pra çfarë po na thot vargu parë? Ka kaluar 480 vjet pasi Izraeli doli nga Egjipti. Edhe Solomoni ka mbretëruar 3 vjet. Dhe pastaj në vitin e 4 të tij po hidhet themelet e shtëpisë së Zotit. Domethënë fillon të ndërtohet tempulli. Tempulli ndërtohet 480 vjet pas daljes së Izraelit nga vendi i Egjiptit në vitin e 4 të Solomonit. Tani te vepra 13, apostulli Paul fillon të shpjegojë tani, ai e dinte shkrimet në mënyrë të mrekullueshme. Edhe në vargjet 16 deri 22 thot, atëherë Pauli u ngrit dhe pasi bëri me shenjë me dorë tha, Izraelit dhe ju që druani Perëndin, dëgjoni Perëndia e këtij popullit të Izraelit, i zgjodhi etrit tanë dhe e bëri të madh popullin tonë gjatë qëndrimit në vendin e Egjiptit. Pastaj me krahë të fuqishëm e nxori që andej. Kjo është dalja apo jo?
dhe për afro 40 vjet duroi në shkretëtir. Pra, kur Izraeli del nga Egjipti, qëndron 40 vjet në shkretëtir. Pastaj shkatroi 7 kombë në vendin e Kananit dhe u shpërndau atyre një trashëgimi në vendin e tyre. Dhe pastaj për afro 450 vjet u dha gjyqtar. Pra, pasi u në shkretëtir 40 vjet, kemi 450 vjet gjyqtarët dhe Bibla thotë pastaj Perëndia u dha atyre Saulin birin e Kishit mbret. Një burr nga fisi Benjaminit për 40 vjet, sepse Sauli mbretëroi 40 vjet. Dhe vargu fundi thot pastaj Perëndia e hoqi dhe u ngjalli atyre si mbret Davidin, për të cilin dha dëshmi duke thënë kam gjetur Davidi birin e Jeseut, njeri sipas dërmës time, i cili do të zbatojë gjitha vullnetet e mia. Tani kemi Izraeli del nga Egjipti, qëndron 40 vjet në shkretëtir, thot Pali, pastaj 450 vjet nën gjyqtarët, pastaj 40 vjet nën Sauli mbret, por gjithashtu Davidi mbretëron 40 vjet, e këtë gjeni nga mbare mbretëre 12, ai mbretëron 40 vjet, mbretëron 7 vjet në Jud, edhe pastaj 33 vjet në gjithë Izraeli, po 40 vjet është si mbret, dhe tani kemi edhe 3 vjet të mbretit Solomon, sepse ai në vitin e 4 fillon het templin, pra vitet e plota, edhe në qoftë mbledhim gjithë këto vite, atë kemi 573 vjet nga Aksodi deri te templi. Ndërsa llogaria e parë e gjashtënia është kur Izraeli del nga Egjipti, kalon 480 vjet deri tek templi i Solomonit. Atë në mënyrën si shikojmë llogarit, 480 vjet që do të thotë në vitin e 4 kur Solomoni po hidhte templin, ishin kaluar 480 vjet. Por te gjyqtarët kemi 40, ende në shkretëtir 450 gjyqtarët, e me radhë, diferenca midis llogarisë 1 dhe llogarisë 2 është 93 vjet. Pra 480 minus 573 është 93 vjet. Ja pra, është një kontradikt në Bibël. Apo jo? Si zgjidhet kjo çështje? Bani mend për çfarë thamë? Ne thamë që kontradiktat janë dhe me një qëllim. Por Perëndia është duke na treguar diçka lidhur me këtë. Ne, në qoftë se gjeni diçka në Bibël, jepini Biblës së drejtë në çdo rast dyshimi. Jepini Biblën. Bibla nuk ka kontradikta. Po mbani mend që kontradiktat janë dhënë për një arsye. Janë dhënë për skeptikët që të mund të ngatrohen, janë dhënë për studentin e serioz për të zbuluar një të vërtetë të madhe. Një të vërtetë të madhe. Nëse lexojmë me vëmendje librin e gjyqtarëve, lexoni me kujdes atë nga gjyqtarët 1 deri në fund, do të vini re që Izraeli qëndron në robëri. Ata ecin lart poshtë për një kohë të gjatë. Kur ata ishin poshtë, i thrasi Perëndis, Perëndia sjell një çlirimtar. Edhe pasaj shiron ata. Po kur ata shiron, pasaj ata zhyten në mëkat. Perëndia pasaj i vendos ata në sklavëri. Ata qëndrojnë në sklavëri, ata bien poshtë. Pasaj thrasim kur janë poshtë. Edhe Zoti i dërgon një çlirimtar. Dhe kështu vazhdon historia me Izraelin derisa e mbyll në një apati të thellë në fund të librit të gjyqtarëve. Por Izraeli ka qenë në sklavëri 8 vjet në sundimin e Mesopotamisë, te gjyqtarët 3 vargu 8. Ka qenë 18 vjet në sklavëri në sundimin e Moabitëve, te gjyqtarët 3-14. Ka qenë 20 vjet në sklavëri në sundimin e Kananitëve, te gjyqtarët 4 vargu 3. 7 vjet në sklavëri nga Madianitët ose Midianitët, te gjyqtarët 6 vargu parë dhe 40 vjet në sklavëri në Filistejnë. Gjyqtarët 13-1. Nëse i mbledhim gjithë këto vite, ne shohim që janë 93 vjet që Izraeli ka qëndruar në sklavëri. Ja ku janë vitet që kanë humbur aty. Tek veprat, Pali referohet të gjithë kohët që kanë kaluar në bazë të kalendarit botëror, sepse ai po u drejtohet jo çifutëve. Kurse te mbretërit kemi kalendarin zyrtar të mbretërisë. Por mësimi që nuk u zbulohet mosbesuesve është i madh, është i fuqishëm. Dhe cili është mësimi i Zotit? Kur Izraeli është jashtë marrëdhënies me Zotin dhe nën sklavërinë e botës, kronometri i Zotit ndalon. Dhe fillon të punojë kronometri ku Izraeli vazhdon të ketë nën kontroll tokën e trashëgimisë, edhe nuk është në sklavëri. Pra kjo është mjaft e rëndësishme. Sa herë që Izraeli ishte i lirë dhe ecte me Perëndin, kronometri vazhdonte. Kur Izraeli kishte nën sundimin e Madianitëve, në sundimin e Filistejve, ishte nën sklavëri, në sundimin e perëndive të kësaj bote, kronometri ka ndaluar.
Është njëjti parim që Perëndia ka ndaluar kronometrin kur Jezu Krishti erdhi në tokë edhe u refuzua nga hebrejt. Ajo që ndodhi është që java 70 e Danielit ndaloi dhe Perëndia u tërgoi lajmin e mirë paganëve. Domethënë neve, kisha në tërësi është pagane. Edhe ajo që kemi është për gati 2000 vjet, kronometri i Zotit në lidhje me Izraelin ka ndaluar. Por një ditë kisha do të merre dhe Perëndia do të përmbush atë që ka për të përmbushur me javën e 70 të Danielit, sepse kam ngelur edhe një javë. Edhe pastaj do të filloj kronometrin e do të zhvillohet java 70 e Danielit. Edhe pastaj Perëndia do të vi në ardhin e tyt edhe do të vendosin mbretërinë e tij 1000 vjeçare. Kto janë sepse ka 490 vite profecie të dhëna qartë tek Danieli. 9, 24 dhe 27. Dhe janë 7 vite të fundit që kanë ndaluar, që presin të fillojnë, që Perëndia do ta numërojë këtë, kur kisha të rrëmbehet. Mësimi praktik për ne. Perëndia nuk e llogarit kohën tonë kur ne jemi nën sundimin ose shërbimin e një perëndie tjetër. 3 mbretërit e botës janë tek një gjoni, 2, 15, 16, lakmia e mishit, lakmia e syve, krenaria e jetës. Që do të thotë që për sa kohë që ne gjatë javës, muajt, viteve, jemi nën sundimin e mishit, nën sundimin e botës, nën sundimin e lakmisë, atëherë ka ndaluar, por kur ne jemi në shërbim të Perëndisë, vazhdon. Ja vlen të ecim me Perëndin, e të mos jetojmë në sklavëri, edhe të shkojmë përpara Perëndisë ato vitet të begata, sepse ne u shpëtuam për të jetuar jetën tonë, jo për veten tonë, por për Perëndin. Për Perëndin. Prandaj duhet jemi kujdesshëm të shfrytëzojmë kohën edhe të ecim me Perëndin tonë. Jepini Biblës të drejtë në rast dyshimi. Bibla nuk ka kontradikta. Ta ashtu quajturat kontradikta janë dhënë në Bibël për 2 arsye. Të zbuloj një të vërtet të fuqishme studentit serioz të Perëndisë, të fjalës së tij, dhe të ngatroj edhe më shumë skeptikët.